Është një moment i veçantë, faleminderit gjithë qytetarëve të Voshtrrisë që i kemi prezent këtu. Ju kanë gëzu këtij projekti, është ndër projektet më domethënëse që unë prej fillimit e kam quajtur si kryevepra e qytetit të Voshtrrisë dhe transformimi i qytetit të Voshtrrisë ku do të bashkohen modernja dhe klasikja. Sot përuruam parkingun nëntokësor, një parking modern që i plotëson të gjitha standardet bashkë me sheshin e qytetit dhe po ashtu sot ngritëm këtu në këtë shtizë të bukur edhe flamurin e ushtrisë lirimtare të Kosovës që qëndron këtu pranë shtatores e komandantit legjendar Adem Jashari. Urime qytetarëve të Voshtrrisë e gëzofshim e trashëgofshim me shëndete me të mira. Sa i ka kushtuar ky investim komunës? Po ky investim komplet i komunës është 2.700.000 euro, por pjesa e dytë, loti i dytë ka me vazhdue sheshi deri tek galeria, din qytetarët ku është galeria, dhe me thonë deri tek fundi i sheshit.